Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Në vigjilje të përgatitjes së këtij emisioni i të enjtes politike, me kolegët e redaksis diskutuam mbi disa çështje politike. Dekreti, kushtetuta, presidenti, qeveria, parlamenti, këshilli i bashkisë, vendimet, ankimet, kandidatët, burgosjet, SPAK, arrestimet, gjykata lartë e të tjera fjalë si këto mbi të cilat debatohet shumë në hapësirën publike sot. Në fakt janë tema që marrin vëmendje të konsiderueshme këto sepse prekin interesin publik. Mirë po kur në telefonat tanë erdhi lajmi për përplasjen me thik i 5 nxënësve në gjimnazin Ibrahim Rugova në Kamës, të gjitha temat na u shumëzuan me zero. Pyetja që vjen natyrshëm është: ç'po ndodh kështu? Pse nxënësit në vend të çantës me libra shkojnë në shkolla me thika në brez? Me kë luftojnë? Me njëri tjetrin? Po pse? Çfarë po edukojmë dhe çfarë po rrisim? Rini të dhunshme? A do mendojmë ndonjëherë seriozisht si individ, si familje, si shoqëri dhe si shtetdashës pse gjithë kjo dhunë? A do mendojmë se politika, ligjet, të zgjedhurit dhe të emëruarit janë hiç përpara faktit se dhuna nuk është edukat për fëmijët, nxënësit, rinin? Ironikisht, vetëm një ditë më parë, Edi Rama, kryeministri i vendit, raportonte në Facebook se qeveria e tij kishte marrë masa për sigurinë në shkolla. Hajde siguri, hajde. Padyshim që nuk është vetëm qeveria aktori vetëm në këtë situatë, por me që vetë kryeministri na e solli fjalën dje tek roli i saj, sot ja provat. Gjithsesi, sot është një enjte politike dhe ne do të debatojmë për politikën e ditës. Janë çështje të mpreta padyshim, por doja që të tërhiqja vëmendjen sadopak se ngjarja e sotme në gjimnazin e Kamzës nuk na nderon në asnjë rrethan. Është alarm social kjo ngjarje sepse tregon defekt të rënd në sistemin e formimit të të ardhmes tonë. Na duhet vëmendje, por edhe veprim që të ndalim këtë lloj edukimi jo edukues. Lavdi Zotit sot nuk pati viktima, por hapësira publike nuk mund të presë të bëjë debat mbi viktimat. Sa më keq akoma, të fëmijëve të dhunuar nga thika e shokut të bankës. Kjo nuk shkon më.